Një operacion i gjerë policor ka zbuluar një skemë abuzimesh me leje të ndërtimit në zonën rezidenciale të Saukut, ku 3 banesa janë ngritur pas një miratim ligjor. Si rezultat, 5 inspektorë të mbrojtjes së territorit të Tiranës dhe disa administratorë të një subjekti ndërtimi kanë përfunduar në pranga, ndërsa disa të tjerë janë shpallur në kërkim. Nga hetimet rezulton se inspektorët e IMT-s, duke shpërdoruar detyrën, kanë lejuar ndërtimin pa leje të 3 objekteve në një nga zonat më të kërkuara të kryeqytetit, në pranga ran Gjergji Male, Krenar Rexhepi, Aldo Dubi, Odiset Senaj dhe Endri Dervishi, ndërsa në hetim në gjendje të lirë u procedua Eliona Dervishi. Në kërkim janë shpallur 3 inspektorë të tjerë, Jonathan Molla, Klevis Duka dhe Arben Nika, të cilët dyshohet se kanë qenë pjesë të njëjtit skema abuzimi. Ndërkohë, për veprën penale ndërtimi i paligjshëm u arrestuan Bianca Xhumari dhe Ridvan Gjikolaj me funksione drejtuese dhe teknik në subjektin ndërtues. Në kërkim janë shpallur bashkadministratorët Elda Kola, Sotiraj Sula dhe arkitekti Ariona Sheshi. Në total, autoritetet po hetojnë përgjegjësinë penale të 14 personave të përfshirë në këtë rast, ndërsa kontrollet në kuadër të planit hapësira publike do të vijojnë në gjithë vendin me qëllim goditjen e ndërtimit të paligjshëm dhe abuzimeve me hapësirat publike.